Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama tha se reforma që do të ribashkojë Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Agjencinë Kombëtare të Pyjeve do të krijohet për të patur një menaxhim më efikas dhe sinergjik. Ai nënvizoi se sfidat e kapitullit mjedisor në negociata për antarësim përfshin menaxhimin e zjarreve, shtimin e hapësirave të gjelbërta dhe përdorimin e teknologjisë për pyllëzime. Kapitulli mjedisor në negociata për antarësimin e Shqipërisë po shihet si një ndër sfiduesit për grupe negociator shqiptar. Një sfidë që nuk i ka shpëtuar as kryeministrit Edi Rama. Ai njoftoi se për shkak të këtyre negociatave qeveria do të nisë një reformë që synon bashkimin e agjencive kombëtare të zonave të mbrojtura dhe agjencisë kombëtare pyjore për të përmirësuar koordinimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave, për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponentë të pazgjithshëm nga njëri tjetri dhe dy agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin. Rama synon të zgjidhë sfida të tjera të rëndësishme si parandalimi i zjarreve dhe shtimi i hapësirave të gjelbërta, duke përdorur mbështetjen financiare të re dhe teknologji, përfshirë pyllëzimin me dron. Angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes pyllëzimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen. Në forumin për ty natyrë, Rama nënvizoi gjithashtu rëndësinë ekonomike të menaxhimit të zonave të mbrojtura. Ai përmendi vendet e njohura si Syri i Kaltër, Kune Vajini dhe Mali i Dajtit, duke i konsideruar si hop cilësor që mund të sjellin të ardhura për komunitetet lokale, për sa kohë menaxhohet si duhet. Pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, kryedemokrati Sali Berisha mbajti takimin e parë me aleatët e opozitës, ku u angazhua për një bashkëpunim të ngushtë në çështjet kryesore politike, duke përfshirë ndryshimet në kodin zgjedhore dhe reformën territoriale. Ai garanton se asnjë vendim për këtë reforma nuk do të merret pa dakordsinë e forcave opozitare. Rezultatet e zgjedhjeve diktoi droga, krimi e diktoi partia shtet. Se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Ai u përgjigj kritikëve përfshirë deputetin Ervin Saliani, që e bëjnë përgjegjës për mungesën e frymës në radhën e demokratëve. Me duhet u them këtyre altoparlantëve të Edi Ramës, ose kriptoramistëve, se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira, se Rumani dhe Bullgari nuk shtypet pluralizmi, se Rumani dhe Bullgari nuk humbasin vendet e punës njerëzit në qoftë se kanë bindje të ndryshme, se Rumania dhe Bullgaria ka patur rast dhe kanë zhvilluar në një vit 2 dhe 3 palë zgjedhje dhe kanë ndryshuar qeverinë. Kurse ky pasardhësi i Kristaq Ramës, ky nuk lëshon dot pushtetin, shikoni çfarë bën. Në lidhje me reformën territoriale, Berisha u angazhua për një qasje të re duke hequr dorë nga propozimet e mëparshme të demokratëve. Unë do të garantoj për vullnetin e plotë Partisë Demokratike të përcaktojmë së bashku atë sistem që ne si forca politike opozitare e konsiderojmë më të dobishmin. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në Komisionin e Reformës Elektorale, të cilët do të jenë avokatrit e propozimeve tona të ujdisura, të rëna dakord, që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Ne nuk i qëndrojmë skemës së mëparshme. Nuk themi se 410 bashki dhe komuna do t'jenë, se disa prej tyre ju garantojnë ju kanë ngel vetëm stane bagtish tani. Njerëzit kanë ik, po prapë se prapë, aty ku ka mundësi dhe komunitete, ne do të gjejmë, do të qëndrojmë. Ne do synojmë ripopullimin e Shqipërisë.
Përgjigje i dha edhe kryeministrit, i cili prej ditësh ka shpjeguar arsyet që sipas tij një përfaqësues i kabinetit qeveritar nuk mund të pezullohet nga gjykata. Shkon vetë në polici, e arrestojnë. Unë këtë sistem e njoh shumë mirë. Aq mirë e njoh sa e kam përcaktuar në qendrimin tim. Për qendrimin tim opozitar, pra qendrimi im ky është. Problemi shtrohet, doktor, me mira fise të djathta ende në përgjykate. Edhe gjatë këtij takimi, aleatët e opozitës kritikuan Berishën për mënyrën e vimit të aksionit opozitar dhe trajtimin e anëtarëve të vegjël të Partisë Demokratike, duke sfiduar atë për të garantuar një strategji më të koordinuar dhe gjithëpërfshirëse. Ecime të tjera zhvillime Adem Boba, babai 15 vjeçarit Erion Boba, i cili ndroi jetë pas plagosjes me thik, tha se djali i tij nuk kishte asnjë konflikt dhe nuk ishte pjesë aktive e sherrit. Ai shpjegoi se i biri vetëm shoqëroi shokët e tij për t'u sqaruar me disa persona të tjerë dhe ndërhyri kur situata u tensionua. Babai i viktimës theksoi se një grua e moshuar që ishte dëshmitare okulare mund të japë informacione të rëndësishme mbi ngjarjen. Pas ngjarjes tragjike ku 15 vjeçari Erion Boba humbi jetën pas plagosjes me thik, babai i tij Adem Boba ka folur për mediat duke dhënë detaje mbi rrethanat e incidentit. Sipas tij, djali nuk kishte asnjë konflikt personal dhe nuk kishte lidhje me ngjarjen që përfundoi me vdekjen e tij. Ai shpjegoi se i biri vetëm i shoqëroi shokët e tij, të cilët i kishin kërkuar për t'i dërguar te disa persona të tjerë për të sqaruar një mosmarrveshje. Unë do të rrgoj sa di, aq sa kam gjuhë, çuni ka qenë të shku për punë, i kanë dalë të shokët vet, i kanë thonë se hajde na çop pak, se kemi një muhabet po sqaroj me do çuna të tjerë, edhe aty ka nis konflikti. Në deri diku me shpirtin tim apo ta bosin një marrëveshje më shpirtërore që nëse do të shfutote çunin do ta falç atë unë. Tani ndryshojnë gjonat sepse nuk e di se në vetë nuk kemi sigurt se çfarë do ndodhë. Babai i 15 vjeçarit kërkon drejtësi dhe thotë se një grua e moshuar ka qenë dëshmitare në ngjarjen, ndaj bën thirrje që ajo të pyetet nga hetuesit. Ma shumë se drejtësi çfarë do kërkoj? Vetëm drejtësi. Dërim maksimum. Ke drejtësi sepse ai aty mendohet, ose nuk e kam akoma informacionin e plot, sepse unë s'kam pas kohë të merrem me grumbullu informacion. Por kërkun, kam qenë të morë me çunin në për spitale, po me sa kam gjuhë, aty ka ndodhur një grua dëshmitare okulare, moshe e thyme, që mund të dije më shumë. Adem Boba thot se paradite djali i tij shkonte në shkollë, ndërsa pas dite punonte për të ndihmuar financiarisht familjen. Nuk e ka gjetë gjanë çunin për punë, sa ka gjetë prej thikës. Se ndoshta mund të pragjikojë në një sepse ke çu fëmin, ndoshta nuk e ka ndërprer shkollën. Shkollë ka shku, mas dite ka punuar me kodër të këtu. Edhe nëse do të më bëj pushim pronari si thoshte gjë, kur do të merrej vesh me pronarin në ditë shiu në gjë që kishte pushim. Ngjarja e rëndë ndodhi në 25 nëntor pas shkollës, kur dy grupe adoleshentësh u përballën me njëri tjetrin për t'u sqaruar për një sharje. Erioni u godit disa herë me thik nga një 14 vjeçar. Ai mori plagë në zemër e stomak. Mjekët u përpoqën ta mbajnë në jetë. Të shtunën e kaluar tentuan ta nxjerrin nga intubimi, por i mituri shfaqi komplikacione dhe u dërgua në reanimacionin qendror të QSU-s në Tiranë. Familjarët u përpoqën ta çonin dhe jashtë vendit, por plagët rezultuan fatale dhe Erioni nuk arriti të mbijetonte, duke ndruar jetë pas 9 ditësh në spital. Pas ekspertizës mjekoligjore, trupi i 15 vjeçarit do të përcillet për në banesën e fundit të shtunën në orën 1 në Bulqiz. Vendlindjen e tij, prej nga familja, u largua disa vite më parë me shpresën për një jetë më të mirë dhe arsim më cilësor për fëmijët e tyre. Gjykata e Elbasanit ka caktuar masën arrest me burg për Gjino Agon, i akuzuar si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Mondi Mahalla. I njëjti vendim u dha edhe për rojën e karburantit Kujtim Pisha, i akuzuar për moskallëzim të krimit. Seanca me dyer të mbyllura zgjati mbi 2 orë, ndërsa palët u njohën me provat dhe dëshmitë e mbledhura deri më tani. Gjykata e Elbasanit ka vendosur sot masën më të rëndë të sigurisë arrest me burg për Gjino Agon, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në ekzekutimin e biznesmenit Mondi Mahalla. Ngjarja ndodhur në 30 nëntor. I njëjti vendim është dhënë edhe për Kujtim Pishën, roje karburanti, i cili përballet me akuzën e moskallëzimit krimit. Seanca gjyqësore u zhvillua me dyer të mbyllura dhe zgjati mbi 2 orë. Gjatë saj, palët u njohën me aktet e dosjes dhe në dëshminë e personave të marrë në pyetje nga grupi hetimor. Burimet nga salla e gjyqit bën me dije se një element kyç në hetim
është automjeti i përdorur ditën e vrasjes, një makinë në pronësi të kompanisë së drejtuar nga vetë Mohava dhe Ago, e cila sipas akuzës ishte dhe në përdorim të personave të tretë. Në këtë kontekst, është vënë re dhe deklarata e familjarëve të viktimës. Ata kanë theksuar se dy familjet, Ago dhe Mohava, kanë pasur marrëdhënie të ngushta miqësore, një pretendim të cilën kanë përsëritur edhe familjarët e Gino Agos jashtë ambienteve të gjykatës, duke hedhur poshtë çdo dyshim për konflikt mes tyre. Nga ana tjetër, mbrojtja e Kujtim Pishës kërkoi vlerësimin e arrestimit si të palishëm dhe mosvendosjen e masës së sigurisë, një kërkesë që u rrëzua nga gjykata. Avokati i tij argumentoi se në momentin e ngjarjes, Pisha ndodhej duke konsumuar darkën, gjë që sipas mbrojtjes vërtetohet nga mungesa e tij në pamjet filmike të kamerave të sigurisë që kanë fiksuar territorin përreth. Ndërkohë, hetimet për vrasjen e biznesmenit 43 vjeçar vijojnë. Të shtunën pritet të dalë nga gjykata për masigurie një tjetër i dyshuar, Nevzat Spaho, i akuzuar si autori i ekzekutimit. Dy persona të tjerë, Marcelo Arani dhe Armando Cola, banues në Laç, vijojnë të jenë në kërkim nga policia si të përfshirë në ngjarje. Mediat europiane EU Reporter ka publikuar një artikull të gjatë mbi çështjen e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, duke vënë në dukje se procedurat gjyqësore nuk përputhen me standardet europiane. Raporti i firmave ligjore ndërkombëtare tregon se paraburgimi i zgjatur, trajtimi i pabarabartë dhe aksesi kufizuar në prova shfaqin shenja të qarta të motivimeve politike. Media europiane EU Reporter I ka kushtuar një analizë të theduar çështjes së kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, duke ngritur dyshime se akuzat e ngritura ndaj tij mund të kenë motive politike. Artikulli thekson se procesi gjyqësor ndaj Veliajt nuk përmbush standardet e zakonshme europiane dhe nxjerr në para praktika shqetësuese të një prokurorie me fuqi të gjëra dhe llogaridhënie të kufizuar. Sipas raporteve të dy firmave ndërkombëtare ligjore, procesi përfshin një sër problematikash, paraburgim të zgjatur dhe të tepërt, vonesa për ngritjen e akuzës, refuzime të parsyeshme të kërkesave për liri me kusht, trajtim të pabarabartë mes bashkëpandehurve dhe akses të kufizuar në prova. Përfundimi I tyre është I prerë. Çështja e Veliajt tregon shenja të qarta të motivimeve politike dhe nuk I përmbush standardet europiane për një gjykim të drejtë. Artikulli citon edhe rekomandimin e Komisionit Venecia, sipas të cilave paraburgimet e gjata të zyrtarëve të zgjedhur lokal minojnë përfaqësimet demokratik të qytetarëve. Po ashtu, deklarata e kongresmenit republikan amerikan Keith Self hell dyshime mbi efektivitetin e mbështetjes financiare të SBA-s për reformën në drejtësi, duke nënvizuar rritjen dramatike të numrit të dosjeve nga 16.000 në 200.000. EU Reporter nënvizon ndikimin njerëzor të kësaj çështjeje. Një kryebashkiak I zgjedhur me votë lirë është I pezulluar nga detyra për pjesën më të madhe të një viti pa u gjykuar. Familja e tij përballet me rregulla strikte, vizitash në burg dhe qindra mijëra qytetarë të Tiranës janë në praktik të privuar nga përfaqësimi që kanë zgjedhur. Sipas artikullit, çështja Veliaj, ashtu si rastet e mëparshme ndaj ish-presidentit Ilir Meta apo kryebashkiakut të minoritetit grek Fredi Beleri, ilustron masën e errët të një prokurorie me fuqi të gjerë dhe llogaridhënie minimale, duke vënë pas sfidat e sistemit të drejtësisë shqiptare në respektimin e parimeve demokratike dhe të drejtave themelore të njerëzit. Seanca e kësaj të premte e përdosje ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj u mbyll pa vendim, ndërsa vendimarrja mund të pritet në 12 dhjetor. Mbrojtja e ish-deputetes Klotilda Bushka kërkoi pushimin e çështjes ose gjykim të shkurtuar, duke argumentuar se vepra e pretenduar nuk parashikohet në ligj. Spak nga ana e tij kërkon dërgimin e çështjes për gjykim, ndërsa Veliaj dhe bashkëshortja e tij janë akuzuar për pastrim parash, korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyra. Seanca e kësaj të premte për çështjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj u mbyll pa një vendim, duke shtyrë vendimarrjen për në 12 dhjetor. Në këtë seancë, paragjyqtare Setleva Dedja përfundoi mbrojtja e ish-deputetes socialiste Klotilda Bushka, e cila nuk ishte e pranishme, po përmes avokatit të saj kërkoi pushimin e çështjes me arsyetimin se fakti I pretenduar nuk përbën vepër penale. Në rast se kjo kërkesë nuk pranohet, mbrojtja kërkoi gjykim të shkurtuar dhe mos kompetencë në gjykatën e posaçme për krime të rënda, pasi Bushka nuk është më deputete. Ajo akuzohet nga SPAK se ka ndërhyrë për të penguar hetimet duke intimiduar dëshmitarët. Në seancë u paraqit vetëm biznesmeni Elman Abule, I cili ka kërkuar pushimin e çështjes ose gjykim të shkurtuar, ndërsa mbrojtja përfundoi gjithashtu për dy shoqërit, Byla dhe Eventus. SPAK u përfaqësua nga prokurorët Altin Dumani dhe Olsi Dado, të cilët kërkojnë dërgimin e çështjes për gjykim. Ndërkohë Veliaj ka deklaruar se nuk është njohur me aktet e çështjes,
pasi ka marrë vetëm një USB me dokumente, të cilët nuk mund ta lexojë pasi nuk ka laptop në qeli. SPAK thekson se aktet janë dorëzuar dhe çdo ndërveprim tjetër mes pandeurit dhe mbrojtjes i takon marrëdhënies së tyre. Në seancën e ardhshme pritet të shpalosin argumentet e mbrojtjes së kryebashkiakut Erion Velia, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe dy biznesmenëve Venetian Sula dhe Shkëlqim Fusha. Velia i ndodhet në paraburgim që nga shkurti i këtij viti dhe akuzohet për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre dhe futjen e sendeve të ndaluara në qeli. Ai ka mohuar akuzat dhe ka quajtur procesin të pabazuar në prova. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e apelit posaçëm për Ilir Selmanin dhe Elvis Gaçajin të akuzuar për vrasjen e ish-policit Santiago Malco në 2019. Të dyja dosjet pritet të rikthehen GJK-s për një proces të ri gjyqësor. Ndërkohë, apeli ka vullosur dënimin me 25 vite burg për Blendi Tetën, i konsideruar pjesë strukturuar që planifikoi atentatin. Gjykata e lartë ka rrëzuar vendimin e apelit posaçëm për Ilir Selmanin dhe Elvis Gaçajin, të dyshuar për përfshirjen në vrasjen e ish-policit Santiago Malco, krimi kryer në mbrëmjen e 27 gushtit 2019 në zonën e Xhamdhikut në Tiranë. Vendimi i formës së prerë që e dënonte Ilir Selmanin me 28 vite burg, marr me 16 nëntor 2023, tashmë është fuqizuar duke hapur rrugën për rishqyrtim të çështjes. Po ashtu, edhe vendimi për Elvis Gaçajin, i cili u kthye për gjykim nga apeli posaçëm, është prishur duke rikthyer procesin në pikën 0. Paralelisht me këto zhvillime, një ditë më parë apeli rikonfirmoi dënimin me 25 vite burg për Blendi Tetën. Ai akuzohet se ka vëzhguar lëvizjet e Malcos dhe se ka luajtur një rol të rëndësishëm logjistik në organizimin e atentatit, duke ndihmuar autorët në ekzekutimin e planifikuar. Sipas dosjes hetimore, Teta ishte pjesë e grupit që koordinonte ndjekjen e ish-policit deri në momentet e fundit. Procesi gjyqësor për vrasjen e Malcos vijon ende edhe për Leonard Duko, një tjetër i akuzuar për përfshirjen në ekzekutim, i cili aktualisht ndodhet në fazën përfundimtare të mbrojtjes në GJK. Ish-polici Santiago Malco, i njohur për lidhjet e tij me biznesmenin Ervis Martinaj, u ekzekutua teksa udhtonte me mjetin e tij tip BMW X5. Ai u qellua me të paktën 9 pluma Kalashnikove në një ngjarje që tronditi kryeqytetin dhe solli një seri hetimesh të zgjeruara mbi grupet kriminale të përfshira. Prokuroria e Tiranës ka nisur gjykimin ndaj 8 personave shqiptar dhe kosovar të akuzuar për trafikim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Hetimet zbulua një rrjet kriminal që blinte armë nga Turqia dhe i trafikonte në Kosovë drejt Shqipërisë duke përdorur makina private dhe autobus. Operacionin ndërkombëtar i mbështetur edhe nga Europoli solli arrestimin e 16 personave dhe sekuestrimin e 64 armëve dhe municioneve. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjykat 8 persona, shtetas shqiptar dhe kosovar të akuzuar për trafik armësh dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Hetimet u kryera nga një ekip i përbashkët mes autoriteteve shqiptare dhe atyre të Kosovës zbuluan një grup kriminal që kishin krijuar një rrjet për të trafikuar armët nga Kosova drejt Shqipërisë. Sipas hetimeve, shtetasit shqiptar akuzohen për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit, ndërsa shtetasit kosovar për trafikimin e armëve dhe municionit. Grupi kishte bler armë të tipit pistolet të zoragi nga Turqia me qëllim shpërndarjen e tyre në qytete të ndryshme shqiptare. Gjatë operacionit ndërkombëtar që u zhvillua në koordinim me mbështetje nga Europol, u arrestuan gjithsej 16 persona dhe u sekuestruan 64 armë dhe municione. Hetimet treguan se armët shpërndaheshin në Tiranë, Prishtinë dhe Ferizaj, duke përdorur makina private dhe autobus për transportin e tyre. Autoritetet shqiptare dhe kosovare nënvizojnë se shkatërimi i këtij rrjeti kriminal përbën një goditje të rëndësishme për trafikun e armëve në rajon dhe pasqyron bashkëpunimin efikas ndërkombëtar në parandalimin e veprimtarive kriminale me rrezik të lartë. Eci me të tjera zhvillime, eksperti i politikës së jashtme Eduard Jozef ka kritikuar pezullimin e dialogut strategjik nga SBA-ja dhe veprimet që i cilëson si provokuese të Kosovës. Ai paralajmëron se asnjë qeveri kosovare nuk mund të përballojë armiqësinë me Shtetet e Bashkuara, ndërsa ripohoi vlerësimin se kryeministri Kurti shihet si pengesë nga zyrtar në departamentin e shtetit.
Eksperti njohur amerikan i politikës së jashtme Edward Joseph ka ndalur sot vëmendjen mbi raportet e tensionuara mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke komentuar si veprimet e Washingtonit ashtu edhe ato të Prishtinës. Në një intervistë për emisionin interaktiv në KTV, ai kritikoi pezullimin e dialogut strategjik nga SBA-ja, duke cilësuar këtë veprim jo vetëm të papritur, por edhe të gabuar në një moment kur komunikimi mes palëve është jetik. Joseph paralajmëroi se Kosova nuk ka luksin politik të hyjë në përplasjet me aleatin e tij kryesor. Asnjë qeveri e Kosovës nuk mund të përballojë të armiqësohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shpreh akademiku profesor në Universitetin John Hopkins, edhe njohësi i hershëm i zhvillimeve në Ballkan. Në analizën e tij, tensionet aktuale janë rezultati një dinamike të ndërlikuar ku ai vën në dukje edhe gabimet e qeverisë së Kosovës, të cilat i cilëson si provokime të panevojshme në raportet me Washingtonin. Eksperti ripohoi deklaratat e tij të mëhershme në Komitetin për Punë të Jashtme të Dhomës së përfaqësuesve, ku ishte theksuar se brenda Departamentit të Shtetit, kryeministri Albin Kurti shihesi një pengesë për avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai nënvizoi se në strukturat burokratike të diplomacisë amerikane ekziston shqetësime se qasjet e Kurtit ka vështirësuar proceset e dialogut dhe koordinimin strategjik. Në vlerësimin e tij, pezullimi i dialogut strategjik është prova më e qartë e rritjes së tensioneve. Sipas Joseph, ky hap nuk ndihmon ngritjen e besimit dhe hap një kapitull të ri të brisht në marrëdhëniet bilaterale. Ai shtoi se përtej këtij vendimi mbeten një sër çështjesh të tjera që kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, përfshir koordinimin diplomatik, reformat e brendshme dhe orientimin strategjik të Kosovës në raport me aleatin e saj historik. Joseph përfundoi se rikthimi i komunikimit konstruktiv dhe shmangja e veprimeve të papritura nga të dyja palët janë kyçe për stabilitetin e marrëdhënieve dhe për vazhdimin e projekteve të përbashkëta që lidhen me sigurinë, zhvillimin dhe integrimin euroatlantik të Kosovës. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje të dobëta shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira të dendura në veri dhe qendër, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale rreshjesh të dobëta kryesisht në Bregdet dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë diell në zonat ku rreshjet janë më të pakta. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa për gjatë vijes bregdetare mund të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 dhjetor do të jetë në orën 6:45, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 15 gradë Celsius. Berat 10 deri në 14 gradë Celsius. Korç 4 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 dhjetor 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të ftohta dhe relativisht të thata, duke sjellë mot pjesërisht të vranët në të gjithë territori. Paraditja do të jetë me intervale kthjellimesh, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 12 gradë Celsius në disa zona jugperëndimore. Era do të fryjë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 dhjetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 6 dhjetor do të jetë në orën 6:44, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 7 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 5 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përgjithësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.